Në disa akse rrugore në shtet është vendosur ndalesë për autobus dhe automjete të rënda transportuese për shkak të rreshjeve të Borës. Sipas informatave të lidhjes automoto të Maqedonisë, nga ora 11:25 është vendosur ndalesë për automjete të rënda transportuese në aksi rrugor Manastir Resnje në qafën malore Gjavato. Ndalesa për automjete të rënda transportuese ka edhe në vend kalimin kufitar Jashinc, si dhe në aksin rrugor nga Gostivari drejt Strazhës dhe Kërçovës në rrugën nga Mavrova për në Diber, si dhe në aksin rrugor nga Struga drejt të vendkalimit kufitar Qavthan. Për shkak të erës së fuqishme dhe borës së madhe, nga fshati Rogačev drejt të vendkalimit kufitar Jashinc nga ora 8:40 është vendosur ndalesë për autobus dhe automjete të rënda transportuese, ndërsa automjete tjera duhet të kenë pajisje të obliguar dimrore. Në aksin rrugor Tetov Kodre Diellit ka ndalesë për komunikacion për autobus, ndërsa për automjete tjera është e obliguar pajisja dimrore zinxhir. Nga ndërmarrja publike e Makedonia Pati apelojnë shoferëve që të respektojnë dispozitën ligjore për posedimin e pajisjes së obliguar dimrore, të përdorin goma të dimrit, ta përshtatin shpejtësinë ndaj kushteve të rrugës, si dhe të kenë veshëmbajtje të ngrohta në automjetet e tyre dhe rezervoare të plot me derivate. Nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike informojnë se të rreshurat e Borës gjatë ditës së sotme në disa vende do të jenë të mëdha, posaçërisht në pjesët perëndimore dhe gjatë natës do të kalojnë drejt jugut. Në male do të formohet shtresë e madhe e Borës deri 30 cm, ndërsa në vendet më të ulta në disa vende prej 3 deri në 10 cm. Nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike potencojnë se nesër paradite në pjesët jugore do të ketë vranësira të ndryshueshme dhe në disa vende do të ketë borë me intensitet të dobët. Nga dita e hënë deri në mesin e javës, moti do të jetë stabil me kushte për paraqitje të mjegullës në lugina dhe me temperatura të ulta të mëngjesit, të cilët gjithkund do të jenë negative dhe në disa vende do të ulen edhe në -15 gradë. Më së ftoti do të jetë të hënën dhe të martën. Më së shumti rreshje të Borës në mëngjes do të ketë në hanet e Mavrovës, ku shtresa e Borës ka arritur 8 cm, 5 në Kodrën e Diellit dhe Diber, 2 në Kriva Pallang dhe Tetov, 1 cm në Krushev dhe Gjurisht. Për shkak të defekteve në rrjetin elektrodistributiv pa energji elektrike, janë disa pjesë nga Kumanova, Manastir dhe komuna Gjorgje Petrov në Shkup.